janë këta pra të rinj e të reja që thuaja sikur tradicionalisht për çdo 5 maj vinë tek tyrbja e Rogaqicës. Unë jam shumë moti pjesëtari i disa prej projekteve tjesë, edhe ku mujt me vrejt vetën se qysh kom progredu edhe qysh jam zhvillu qoftë në aftësinë të menduarit ose edhe të gjykimit dhe të avokimit. Na ndihmon për mi zhvillu aftësitë tona, si në fembërje, si në zhvillimin jetësor, në zhvillimin e karakterit tonë. Evo me Odrina Sani i svima ću isto povišađare toga zajedno je čibaneca, im te nakašu kar, na ne potreba të uregjina je kekel. Zëri i nxënësve është themeli i një shkolle të drejtë dhe të sigurt. Siguria fillon kur respektojnë njëri tjetrin. UNICEF-i është themelu do të thotë në 1946. Edhe është prezente në 190 vende në botë. Në Kosovë është themelu në vitin 1995, gjithmonë me misionin kryesor, do të thotë që ka UNICEF-i që të sigurojë që secili fëmijë t'i plotësohen të drejtat e tyre. Këto të drejtat të fëmijës përfaqësojnë ose mbulojnë të drejtën e fëmijës të jetojë, të jetë i shëndetshëm, të arsimohet, të jetë i sigurt, do të thotë i mbrojtur. Do të t'ju ofrohet mundësi të ndryshme që secili fëmijë të ketë të drejtën të zhvillohet në mënyrën më optimale do të thotë që ka. Moje ime je Ivana Milosavljević i ja radim kao službenik u UNICEF-u. Zapravo implementirali smo jedan program o kojem danas govorimo, to je program Osnaženi mladi u društvu i u školskom okruženju. Ovaj program je pružio priliku mladima da ne samo svoje sposobnosti osnaže i dobiju nove sposobnosti za život, već je nekako osnažio i mlade da govore o tekućim problemima. Ispostavilo se da je jako izazovno odrastati u ovom našem okruženju i da zapravo mnogi izazovi dovode do toga da zapravo mladi počinju da shvataju da od nekih od izazova nisu samo komunikacija, rješavanje konflikta na miran način, već su to životne sposobnosti za budući život i odrastanje, što je dovelo do određenih problema koji sada, recimo, mladi sve češće se izjašnjavaju da im je potrebna podrška da mentalno prevaziđu svoje probleme kako bi stekli bolje samopouzdanje, kako bi više učestvovali u životu u školi, ali naravno i van škole.
unë jam Gozi, unë kam qenë përjes të ty me anekdota të ndryshme, kam qenë për cilat qytet me qytet anekdot, kam ndryshu shumë për tojna, edhe kam bërë bashkëpunime të anekdota ndryshme, a karierën edhe shtatë. Tu tash ma ka ndryshu edhe menën të tyme. Unë jam Dreni Skoci, pjesëtar i workshopit në qytetin e Prizrenit. Në këtë workshop unë kam mësuar shumë gjëra rreth psikologjisë, sepse ka qenë aktiviteti kryesor. Në psikologji që është lidhur me paqen në qytetin e Prizrenit kam mësuar se do të kem psikologji në veten time, ta kontrolloj psikologjinë në veten time dhe të kem paqe me veten dhe me të gjithë njerëzit rreth meje. Siç e dim, Prizreni është një qytet multietnik dhe do të kemi përgjithësi edhe paqe mes gjithë tonëve, s'ka lidhje se cili është etniciteti i tyre. Në Sicilian Johnson e kemi pas si temë thyrjen e tabuve, paqe. Para se me i mojtë punëturit në shtaj kom pas disa menime pak ma ndryshe për thyrjen e disa tabuve, ku problem kryesor, ose këtë që kemi pas në qytetin tonë mos përfshirjen e komuniteteve të ndryshme, ku mas punëtorive kemi ardhur në përfundime edhe mendimet e mia janë shumë ndryshe. Njëra prej iniciativave për përfshirjen e komuniteteve, domethënë për gjithë përfshirje, Prizren kemi pas tek Lumbardi i Prizrenit, ku e kemi pas një ditë që i kemi shiku disa filma në disa gjuhë të ndryshme, ku të gjitha komunitetet kanë qenë pjesëtar aty. Domethënë nuk ka qenë rëndësia se në çfarë gjuhe është filmi, por rëndësia ka qenë se të gjithë komunitetet janë përfshi. Unë kam marrë pjesë në disa lloje të aktivitetet dhe organizatave të ndryshme, por diçka që kam vrejtë që na bashkon të gjithëve në këto lloje organizata është komunikimi dhe pranimi njëri tjetrit. Pra, pa dallim gjinie, moshe, etnie apo çfarëdo tjetër, ne kemi brengat dhe kënaqësitë tona që në mënyrë të komunikimit, se kur i shprehim ato ide dhe mendime, këto aktivitete mund me na bo gjithë dhe bashkë.